Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Jam duke shkuar me letrat Lenomart sot të na japin pak mesazhe më të qarta. Të dashur binjakë, jeni duke u përpjekur të gjeni rrugën e tuaj të drejtës suksesit apo ndjenjës së lumturisë, por është jeni të hutuar mes shumë opsionesh dhe nuk po merrni një vendim të qartë. Po filloj me diellin që është kogja letër e bukur, dielli potencial i madh për sukses, dashuri apo ndriçim, çfarëdo që jeni duke dashur. Kjo është një letër shumë pozitive dhe tregon që ka dritë në fund të tunelit, por vetëm nëse merr vendime të qarta dhe të sinqerta. Të dashur binjakë, labirinti këtu tregon gjendjen e udhimit, situata ku personi apo ju po përpiqeni të gjeni një rrugë të drejtë, por vazhdon të ecësh rreth e përqarkë. Ka shumë faktorë që e komplikojnë ndoshta situatën. Të dashur binjakë, ndoshta njerëz të tjerë se mendime të përzira nga ana jote. Dyer apo një rrugë dhe dy dyer, më falni, ka dy ose më shumë rrugë për të zgjedhur. Ju duhet të vendosni të ecni përpara me qartësi ose të qëndroni të bllokuar në paqartësi. Kjo letër kërkon një vendim të guximshëm, do të thotë ose njërin ose tjetrën. Dhe ky burr këtu është një person në fokus, mund të jetë një mashkull i rëndësishëm për ju ose ti vetë nëse jeni burr, nëse jeni mashkull. Të dashur, ka nevojë të ndriçohet mendjen të ndriçojë mendjen dhe të marrë një vendim të qartë, ndryshe do të vazhdoj të endet pa drejtim të saktë në atë labirint. Mos prit që gjithçka të bëhet vetë, të dashur binjakë. Duhet të marrësh një vendim dhe më e rëndësishmja ta mbash atë vendim. Nëse je ti ajo apo ai që pret një burr të zgjedh të bëj diçka, mos qëndroni të bllokuar në pritje. Vendos vetë për veten e tënde. Do thotë mos prit përgjigje nga dikush, nga ky burr që është i paqartë, por vendimin merreni vetë. Do thotë drita është aty, por dikush është duke rrotulluar në vend sepse nuk po zgjedh rrugën që do apo që po ndjen. Mjaft me humbje kohe, është koha për një vendim të drejtë dhe të ndershëm. Të gjitha këto janë të dashur për një qartësi të tuajën, që jeni futur në një lloj labirinti që dhe nuk po e gjeni rrugën e juaj, apo dikush është që është me rëndësi për ju apo luan një rol të madh në jetën e juaj, është në këtë gjendje dhe ju jeni duke pritur për të dhënë atë vendim. Në fakt, në vend se të presim e japim vetë atë vendim. Kjo është më e mira dhe më e duhura, të dashur binjak.